Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Teksa kanë mbetur edhe pak javë deri në afatin 22 korrikut për shpalljen e aktgjykimit të shkallës së parë ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, mbrojtja dhe njohësit të drejtësisë vlerësojnë se procesi është zvarritur tej mase dhe se vazhdimi i paraburgimit po cënon të drejtat e të akuzuarve. Megjithse dhomat e specializuara kanë arsyetuar shtyrjen e vendimit me kompleksitetin dhe vëllimin e madh të lëndës, mbetet e paqartë nëse gjyqtarët do ta respektojnë këtë afat apo do të kërkojnë kohë shtesë për finalizimin e aktgjykimit. Ka mbetur edhe një muaj deri në afatin e dhënë nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hag për shpalljen e vendimit të shkallës së parë ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Shtyrjen e vendimit deri më 22 korrik, speciala e kishte arsyetuar me volumin e madh të lëndës, që sipas saj kërkon shumë kohë për analizim dhe shqyrtim nga trupi gjykues. Por ky afat sipas dhomave të specializuara mund të shtyhet përsëri nëse gjyqtarët e shohin të nevojshëm. E derisa ditët po ecin, Thaqi dhe të tjerët vazhdojnë të mbahen në paraburgim edhe më shumë se 4 muaj pas përmbylljes së procesit gjyqësor. Njohës të ligjit thonë se procesi nga fillimi ka qenë jo i drejtë dhe është zvarritur shumë, duke shkelur të drejtat e të akuzuarve. Sipas tyre, gjasat që vendimi të shtyhet prap ekziston. E lehtëshme është sa i përket e logjikshme për gjithë ne që jetojmë në Kosovë, qytetarët e Kosovës është e pa logjikshme, për shkak se është një zvarritje dhe kjo dhe sipas gjitha gjasave ndodh, ka shkresat shumëta, edhe pse gjyqtarët vazhdimisht gjatë proceseve gjyqësore i kanë shqyrtu, i kanë lexu, i kanë dëgju dëshmitar, prapë se prapë ligji obligon që të analizojnë të gjitha shkresat një nga një dhe gjitha së bashku. E rëndësishme në fund fundit është vendimi me orë pozitive dhe ata më vliru. E me vazhdimin e paraburgimit derisa janë në pritje të vendimit, po u shkelen të drejtat, thot edhe avokati tjetër, Arber Jashari. Me momentin që janë dëgju dëshmitarët e prokurisë, nuk ka asnjë arsye që ata njerëz të qëndrojnë atje. Arsye ligjore kam fjalën. Vetë faktin që janë administruar gjitha provat dhe procesi ka përfunduar dhe tash jemi vetëm pritje të aktgjykimit, tregon që kanë pushuar pothuajse edhe ato arsyet minimale me të cilat gjykata mund të thirrë ose mund ta justifikojë atë frikën e cila sekta të dyshuar mund ta pengojnë procesin. Thaqi dhe të tjerët ndodhen në paraburgim në Hag nga nëntori vitit 2020, derisa në shkurt ata në fjalët e tyre përmbyllëse deklaruan se janë të pafajshëm dhe se lirimi i tyre do të ishte vendimi më i drejtë. Dhe të jesh privuar nga ojri i lirisë. 27 vjet pas vendimit historik për transformimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, procesi i demilitarizimit dhe themelimi i trupave mbrojtëse të Kosovës mbeten ndër momentet më të rëndësishme në konsolidimin e institucioneve të sigurisë në vend. Ky tranzicion i realizuar në mbikëqyrjen ndërkombëtare pas përfundimit të luftës krijoi bazat për ndërtimin e kapaciteteve vendore të sigurisë dhe mbrojtjes, duke kulmuar vite më vonë me themelimin dhe zhvillimin e forcës së sigurisë të Kosovës si institucioni kryesor në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. 27 vjet më parë, në malet e Berishës, udhëheqja e Kosovës mori vendimin për transformimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke hapur një kapitull të ri në rrugën e ndërtimit të institucioneve të pasluftës. Marrëveshja për transformimin e UÇK-s parashete faza të ndryshme, përfshir dorëzimin e armëve, mbajtjen e përkohshme të uniformave, si dhe integrimin e një pjese të ish-pjesëtarëve të saj në polici, administratë publike dhe institucione të tjera. Ky proces u zhvillua në një periudhë prej 90 ditësh, pas së cilës u përmbyll demilitarizimi i plotë i UÇK-s. Më 20 shtator 1999 u nënshkrua marrëveshja për themelimin e trupave mbrojtëse të Kosovës, TMK, një strukturë konceptuar jo si forcë ushtarake, por si organizatë civile emergjente për reagim ndaj fatkeqësive natyrore dhe situatave të tjera emergjente.
Marrëveshja u nënshkrua nga Hashim Thaçi në cilësinë e komandantit politik të UÇK-s dhe Agim Çeku si shef i shtapit të përgjithshëm të UÇK-s, ndërsa u pranua nga generali britanik Mike Jackson, komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë. Këtë quan moment historik dhe të rëndësishëm njëri nga personat që ishte i përfshirë në proces, generali Kadri Kastrati. Këtë drejtim unë personalisht kom punuar në përgatitjen e kësaj trupe, grumbullimin e armëve, grumbullimin e ushtarëve, regjistrimin e tyre dhe në shtator ka ndodhur fillimi i transformimit. Çfarë do të thotë që nga 22.000, sa unë llogariti gjithmonë, që kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, u krijuar një forcë mbrojtëse me 5.000 aktiv dhe 3.000 rezervë. Marrëveshja ka qenë pika 25 e precizon qartë që do të krijohet një trup mbrojtëse e Kosovës e ngjashme me Gardën Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. E tani pas më shumë se 2 dekadash, Kastrati flet për forcën e sigurisë së Kosovës së tanishme, të cilën e quan krenari të vendit. Në stërvitjen e 2023-s European Defense 23 dhe vitin e kaluar, kanë treguar kjo forcë që me të vërtet është e gatshme që të jetë anëtare e NATO-s, të jetë krah program me gjitha shtetet partnere për të kryer gjitha detyrat që dalin nga misionet e ndryshme. Transformimi i UÇK-s dhe krijimi i TMK-s shihen si një ndër etapat më të rëndësishme në procesin e ndërtimit të kapaciteteve të sigurisë në Kosovë, ku TMK-ja u konsiderua nga shumë ish pjesëtar si vazhdimsi e përpjekjeve për krijimin e një force mbrojtëse vendore, vizion që u realizua vite më vonë me formimin dhe zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës. E sot Forca e Sigurisë së Kosovës përfaqëson institucionin kryesor të mbrojtjes së vendit me mision për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial, si dhe me synimin për të kontribuar në operacione ndërkombëtare paqëruajtëse ndaj partnerëve të saj ndërkombëtar. Komuna e Prishtinës ka kërkuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës masa urgjente për përshpejtimin e trajtimit të lëndëve pronësore, duke ngritur shqetësime për vonesat në sistem. Nga agjencia thonë se renditja lëndëve bazohet në parimin ligjor të prioritetit si pas datës së aplikimit dhe se zgjidhja mbetet rritja e efikasitetit në drejtorinë e kadastrës në Prishtinë. Bashkëpunime të ngushtë me Agjencinë Kadastrale të Kosovës ka kërkuar Komuna e Prishtinës për shkak të fluksit të madh të lëndëve gjatë sezonit veror. Sipas komunës, rritja e numrit të kërkesave lidhet edhe me ardhjen e mergjimtarëve, të cilët kërkojnë që procedurat e tyre pronësore të përfundojnë brenda një afati sa më të shkurtër. Me trendin që është duke shku, për shkak të radhitjes që është bërë prej agjencionit dhe një kohë që sistemi ka pas problem. Dhe gjithashtu, ne kemi kërkuar nga agjencioni që të largohet për momente radhitje, që të kemë mundësi të ndihmojmë gjyqtarët. Përmes një përgjigje me shkrim për RTK, ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Fajk Elmendi, ka thënë se kjo çështje është trajtuar me prioritet. Në përgjigjen e agjencisë drejtuar komunës thuhet se sa i përket kërkesës që lëndët e kthyer nga noterët pas plotësimit të komenteve të trajtohen të parat, sistemi nuk u ndryshon datën fillestare të regjistrimit. Sipas agjencisë, ky është një parim i rrept ligjor që garanton sigurinë juridike të pronës, sipas të cilit kush aplikon i pari ka përparësi. Në përgjigje thuhet gjithashtu se çdo ndryshim manual i radhës së lëndëve do të krijonte hapësirë për abuzime dhe do të cënonte të drejtat e aplikuesve të tjerë. Tutje agjencia thekson se për të dëshmuar se nuk ka bllokim në sistemin qendror të AKK-s, mjafton të shihet performanca e sektorit të gjeodezisë në komunën e Prishtinës, ku sipas të dhënave zyrtare nuk ka vonesa dhe në sistem figurojnë vetëm 16 lëndë të patrajtuara. Nga komuna e Prishtinës thonë se kanë kërkuar nga agjencia zgjidhjen e 2 problematikave në sistem. Problematika e parë është që kur vinë lëndët nga noteri të sinjalizohen, dhe problematika e dytë, që është tepër e rëndësishme, e cila do të në mënyrë më urgjente më përfundu, është që mos e mujt 10 zyrtar me trajtu lëndën e njëjtë. Në përgjigjen e saj, Agjencia Kadastrale e Kosovës thekson se ndryshimi i përkohshëm apo manual i radhës së lëndëve nuk është zgjidhje, pasi vetëm se e fsheh problemin dhe dëmton qytetarët e tjerë në pritje. Sipas agjencisë, zgjidhja e vetme mbetet rritja dinamike së punës në drejtorinë e kadastrës së komunës së Prishtinës, përmes mobilizimit të menjëhershëm të stafit dhe trajtimit më efikas të lëndëve, veçanërisht atyre me ndërmjetësim. Edhe një tim nga kryeqyteti, propozim ndryshimi rregullorës për tarifa, ngarkesa dhe xhoba në komunën e Prishtinës kanë nxitur reagime nga bizneset dhe profesionet e lira. Avokatët kërkojnë që taksat të jenë të studiuara mirë
proporcionale dhe në përputhje me parimet e barazisë dhe sigurisë juridike. Nga komuna thonë se janë duke shqyrtuar vërejtjet e pranuara dhe se avokatët nuk do të preken nga tarifat e propozuara. Me reagime është përcjell gjatë javëve të fundit propozim ndryshimi i rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba në komunën e Prishtinës. Propozimi për tarifat e reja kanë gjallur reagime nga përfaqësues të bizneseve dhe palë të tjera të interesit. Edhe avokatët kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me këtë çështje, duke kërkuar që taksat të jenë proporcionale dhe të kenë parasysh barazinë e qytetarëve para ligjit, si dhe sigurinë juridike dhe ekonomike. Taksat do të jenë shumë mirë të studiuara dhe do të vlerësojnë gjitha rrethonat, përfshi edhe rrethonat ekonomike, me anë të cilave veprojnë gjitha subjektet ekonomike. Madje ky i fundit kërkon që komuna të reflektojë pasi sipas tij drafti aktual lë hapësirë për diskutim. Kështu se jam i bindur që nuk do të kaloj, gjithsesi është mirë që është veç draft dhe besoj që pasi ti marrin reagimet e gjitha grupeve të interesit, komuna do të reflektoj. Nga komuna thonë se kanë marrë nga avokatët një argumentim jashtëzakonisht të mirë lidhur me kategorizimin e tyre si profesionet e lira. Do të merret sigurisht parasysh edhe nuk do të preken ose do të hiqen si kategori, ose mund të kenë një taks krejt minimale sa për me qenë të evidentum dhe me formalizu grupin e kësaj kategorie të biznesit. Sipas tij, një prej metodologjive kryesore që është përdorur në hartimin dhe taksimin e kësaj rregulloreje është ngarkesa që subjektet krijojnë në jetën urbane. Ngarkesa që krijohet në shërbimet komunale, ngarkesa që krijohet në trajtimin e veçantë për shembull të mbeturinave, nëse flasim për spitalet, nëse flasim për qendra tjera që prodhojnë kategori tjera që prodhojnë mbeturina që duhet më u trajtu dhe nuk mund të trajtohen njësoj si mbeturina të ambistrisë. Nga komuna e Prishtinës arsyetojnë se qëllimi i rregullores është ndërtimi i një sistemi më të qartë, më transparent dhe më të drejtë të tarifave komunale. Dokumenti do të jetë në konsultim publik deri me 24 qershor. Kalojmë tani me zhvillime në Shqipëri. Një pjesë e protestuesve kanë kaluar natën në bulevardin Dëshmorë të Kombit para ndërtesës së kryeministrisë. Në orët e para të mëngjesit, policia u ka kërkuar të largohen për të mos bllokuar në mënyrë të paligjshme bulevardin, por protestuesit janë deklaruar se po qëndrojnë në mënyrë paqësore për një kauzë të gjithë shqiptarëve. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga kolegët e RTS-s. Natën e kaluan para godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe për këta qytetar kërkesë mbetet largimi kryeministrit. Pas protestës paqësore të zhvilluar një ditë më parë ku nuk munguan edhe bashkëdetar e që u shoqërua me thirrje për dorëheqje të krehut të qeverisë, disa qytetar kaluan natën në hapësirën përballë godinës së kryeministrisë. Situata mbeti e qetë për gjatë natës pa incidente të raportuara dhe qëndrimi i tyre si një akt simbolik rezistence, solli dhe bllokimi në bulevardit dhe në mëngjesin e kësaj të diele, uniformat blu kërkuan nga qytetarët lirimin e hapësirës publike, duke apeluar për respektim të rregullave dhe shmangje të bllokimit të lëvizjes. Një pjesë e qytetarëve vijojnë të qëndrojnë para kryeministrisë dhe pse në temperatura të larta dhe në duar mbajnë pankarta ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit dhe në pritje janë të protestës së paralajmëruar në orët e pasditës. Protesta po zhvillohen edhe në Serbi kundër pushtetit të presidentit serb Aleksandar Vučić. Studentët dhe qytetarët në Beograd po kërkojnë përgjegjësi institucionale, zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, media të lira dhe reforma demokratike, duke paralajmëruar vazhdimin e aktiviteteve protestuese gjatë verës. Protestat kundër pushtetit të presidentit serb Aleksandar Vučić të nisura pas tragjedisë në stacionin hekurudhor të Novi Sadit në vitin 2024, ku humbën jetën 16 persona, po vazhdojnë ende. Me thirrjet duam zgjedhje, studentët dhe qytetarët u mblodhen sërish në Novi Sad. Ata kërkojnë përgjegjësi institucionale për tragjedin, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke kërkuar njëkohësisht media të lira dhe kushte të drejta zgjedhore.
Qytetarëve u themi se po vazhdojmë luftën që kemi nisur para një viti e gjysmë. Jemi të përqendruar te problemet në funksionimin e institucioneve, puna e policisë dhe gjendja e lirive mediale. Mbështetje për studentët dhanë edhe profesorët universitar, disa prej të ciljave thonë se po përballen me presione për shkak të mbështetjes së tyre publike ndaj lëvizjes studentore. Studentët e kanë kuptuar se kjo qeveri nuk është e gatshme për ndryshime thelbësore. Lëshimet e deritanishme janë shumë të vogla për të prekur strukturat që mbrojnë rrjetet korrupsionin. Prandaj zgjedhjet janë mënyra e vetme për ta ndryshuar këtë regjim në mënyrë paqësore. Në kampusin universitar ishin vendosur stendat të iniciativave qytetare që mbështesin lëvizjen studentore, ndërsa u mblodhen fonde për vazhdimin e aktiviteteve të saj. Qytetarët thonë se te lëvizja studentore shohin një mundësi për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më demokratike. Në thelb, kjo është një luftë për një shoqëri të drejtë në të gjitha nivelet. Qytetarët dhe studentët duan të jetojnë në një shoqëri demokratike dhe të drejtë, e jo në sistemin në të cilin jetojmë sot. Ndryshimi do të ndodh patjetër, pyetja e vetme është kur. Ai do të jetë shumë i thellë, sepse kjo është mundësia e fundit që Serbia të ecë përpara. Studentët paralajmëruan vazhdimin e aktivitete gjatë verës dhe ritheksuan se mbeten të përkushtuar ndaj kërkesave të tyre, duke theksuar se ndryshimet politike janë të mundshme vetëm me pjesëmarrjen aktive të qytetarëve. Pas 27 vjetësh nga rënja dhe identifikimi i eshtrave të tij në Kodrali të Deçanit, është rivarrosur dëshmori i kombit Hajdar Pepaj në një ceremoni me nderime ushtarake dhe pjesëmarrje të madhe qytetarësh. Sipas institucioneve, edhe 1580 persona vazhdojnë të figurojnë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. 27 vjet pas rënjes dhe gjetjes së eshtrave të tij në Kodrali të Deçanit është rivarrosur dëshmori i kombit Hajdar Pepaj. Në prani të qindra qytetarëve deçanas, dëshmorit Pepaj ju dha lamtumira e fundit me nderime ushtarake nga Garda e Nderit e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Për neve shumë e rëndësishme kjo ditë, normal është edhe mërzi edhe gëzimjen bashkë të dyjat. Po, mas shumë të është krenari, që patëm fatin me varros me akry amanetin e ti që që mas mirë. Une nuk e moj mandë shumë, se nuk është shumë e vogël, ama jem shumë krenarë që jem fëmiti, jem shumë krenarë për sakrificën që ka bu për vendin tonë. Familja e ka ditë se çdo pjesëtar ju që kes, që është ky që ndrodhe të u që kes, e pret vdekjen. Po, 27 vite nuk ka pas farë. 27 vite nuk ka pas një shënim që ku është Hajdari. Ma në fund sot, Hajdari ka varrin dhe i vendoset Urani që tregon që Hajdari është dëshmor i 14 i fshatit Kodrali. Që është tradit tani me popullet tonë fisnik që edhe këto ditë dhimbjes të ndojnë bashkë, ishim bashkë me familjen, me përfaqësues të institucioneve në ceremoninë e rivarrimit birë të saj toke një ushtar lirie që për 27 vite fati dhe vendodha të tij mbetet e panjohur si një plagë e hapur për familjen, për bashkëpunëtarët, po për mbar vendin. Sipas zyrtarëve të Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur, edhe 1580 persona të tjerë vazhdojnë të figurojnë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë, ndërsa fati i tyre ende nuk dihet. Në shpresën që një ditë do të kthehet me të dashit e tij. Pas 6 ditësh me aktivitete letrare, është mbyllur sot edicioni i 26 i Panairit të Librit në Prishtinë. Një ditë më parë u ndanë çmimet tradicionale të Panairit, me të cilat u vlerësuan autor, përkthyes, studiues dhe veprat të spikaturat të vitit. Panairi si vjetmë ka mbledhur 10 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria, Macedonia e Veriut dhe treva të tjera shqiptare, duke sjell mira tituj, promovime dhe takime me autor. Mysafir nderi këtij edicioni ishte shkrimtari italian Francesco Rapazini. Sonte është mbyllur Panairi i Librit në Prishtinë.
i cili tashmë është tradicional dhe ofron një mundësi të mirë që lexuesit, autorët dhe botuesit të komunikojnë përse afërmi me njëri tjetrin. Për dallim nga vitet e tjera, kësaj here ky panair u hap në fund të muajit qershor. Andaj, përfaqësuesit e shtëpive botuese thonë se pikërisht ndryshimi i datave ka bërë që të ketë më pak vizitor. Lexues ka shumë më pak se vitet e tjera. Do të thonë numri i lexuesve po shkon gjithmonë të zvogëlu. Po gjithashtu numri i botuesve është një numër shumë i vogël i botuesve si vjet. Zgjedhja e datës nuk ka qenë shumë e përshtatshme, e kuptoj që ishin zgjedhjet e kështu me radhë është dashur me ushty. Po është tepër nxehtë, duke që krejt kanë ikën plazh, krejt kanë ikën pushime, studentët veç kanë ikë se deri ka qershori janë këto, mandej prej qershorit kthehen nëpër vendet e veta, nuk janë as në kombekt. Është raport El Grekos i Nikos Kazantzakis, shkrimtari më i madh grek i shekullit 20, kështu që është botë e ri dhe është kërkuar vazhdimisht. Interesim ka pas. Tek neve shtandin me të vizituar këtë edicion e ka bërë oferta jonë, ku në atë ofertë janë përfshirë mbi 50 tituj me 70% zbritje. Dhe si shtëpi botuese kemi dalë me rreth 7 tituj të ri. Por ndryshe thonë përfaqësues të njerëz prej librarive ndërkombëtare. Sipas tyre, kësaj here përveç librave të gjuhës angleze, nga zhanri akademik, u kërkuan edhe libra të gjuhës italiane dhe frenge. Kemi pas disa libra të cilat pothuajse u shetën gjitha me aktivitete për matematik gjatë verës, i kanë kërkuar shumë. Kemi edhe seria të ndryshme që fëmijët janë të apasionuar prej tyre. Kemi pas interesim edhe për pjesën akademike, sidomos me shkenca kompjuterike, me AI ka pas kërkesa shumë. Panairin e librit Prishtina 2026 e ka vizituar edhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti, së bashku me ministren në detyrë të kulturës dhe turizmit, Saranda Bogujevci. Po sot për kontributin profesional dhe intelektual në fushën e gazetarisë me çmim ndërkombëtar është ndëruar gazetarja Radio-Televizionit e Kosovës Alketa Gashi Fazliu. Në një ceremoni solemne në rektoratin e Universitetit të Prishtinës, këtë çmim e ka ndarë profesori i Universitetit të Teksasit, Jack Marinaj. Me çmimin ndërkombëtar gazetari i vitit është nderuar gazetarja dhe moderatorja e Radio-Televizionit të Kosovës, Alketa Gashi Fazliu. Ky çmim është ndarë nga profesori i Universitetit të Teksasit, Jack Marinaj, i cili tha se ky çmim ka për qëllim ngritjen e përgjegjësisë ndaj profesionit të gazetarisë. Përmes raportimeve dhe shkrimeve të saj, ajo ka dëshmuar disiplinën intelektuale, guximin qytetar dhe qartësinë etike që e karakterizojnë gazetarinë në nivelin më të lartë. Alketa paraqet sot një emër të respektuar në gazetarinë kosovare. Ajo ka dëshmuar veten në shumë zhanre të gazetarisë televizive. Sot ndjehemi krenar që ish studenti e Universitetit Prishtinës, Sonja Alketa Gashi Fazliu, nderohet me çmimin ndërkombëtar Orpheus Tax Journalist of the Year 2025. Është një çmim që ua dedikoj jo Alketës sot, por patjetër të gjithë gazetarëve që duan fjalën e lirë, kanë etik dhe integritet profesional dhe të jenë dinjitoz në profesionin e tyre. Çmimi është ndarë me motivacionin në vlerësim të një karriere të shquar, të përkushtuar ndaj saktësisë dhe gazetarisë në interes të publikut.